Pas zgjedhjeve të 9 të shkurtit, Kosova vazhdon të përballet me paqartësi politike ndërsa formimi i qeverisë së re mbetet i pasigurt, përderisa ende nuk ka ndonjë marrëveshje ndërmjet të partive politike për një koalicion qeverisës, raporton Ekonomia Online. Analisti politik Argjend Zenaj thekson rëndësinë e certifikimit të rezultateve për të avancuar në negociatat për formimin e qeverisë së re. Pozita e kryeministit do të jetë pika ngërçi nyja kryesore e cila mund të bëj të pamundur një bashkëpunim të mundshëm ndërmjet partive opozitare të sotme. Kësaj radhe populli mendon shkurt ka vlerësuar që asnjëra parti nuk e meriton që të qeverisë me tutje vetme dhe rrjedhimisht duhet të kemi parasysh edhe për koalicionet që duhet ndodhin ndërmjet partive politike. Nëse nuk do të kemi trysni, nëse nuk do të kemi vëmendje më të shtume prej SBA-ve dhe prej Bashkimit Evropian, sigurisht që ngërçi do të mundet me qenë afatgjat. Nëse do të ndodhe kundërta, që presioni të shtohet nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian, mund të kemi në fillimin e kësaj pranvere mund të kemi institucione të reja, por thash edhe më herët, mos certifikimi i rezultateve po jep element alibi partive politike që të mos ulen dhe të bisedojnë seriozisht për një koalicion të mundshëm. Kush me këdo që do të jetë më e përafërt. Opozita pranon se bisedime jo formale po zhvillohen në përpasken, ndërsa lëvizja dhe vendosje këmbgulse do të qeverisë vetme. Për të formuar shumicën, vendosja duhet të sigurojë së paku 61 deputet në kuvendin me 120 ulëse të Kosovës. Me rezultatet e konfirmuara deri tani, i ka 48 deputet.